Apo më dëgjon? Po. Nuk ka revansh në LDK, nuk do të ketë revansh në LDK, pa asnjë dyshim që nuk ka revansh. LDK-ja do të vazhdojë përpara e bashkuar dhe e fuqishme për të arritur atë për çka ekziston, që të shërbejë qytetarëve të Kosovës. E kam thënë në studio tek te Arben, ne jemi në politikë për të shërbyer qytetarëve para se të shërbejmë vetvetes. Dhe në këtë mision të LDK-s ne duhet të vazhdojmë të japim shembull të ndërtimit të demokracisë. Natyrisht procesi sikur ky nuk është i lehtë dhe shumë kush ka pas arsye, ndoshta edhe unë kam pasur arsyet e mia që të jem i idhnuar, ndoshta me kryetarin Abdigjiku, por në politik nuk udhëheqemi prej inatit, udhëheqemi nga parimet. Dhe parimi themelor në këto zgjedhje ka qenë se ne kemi filluar një rrugë të bashkimit në zgjedhjet e fundit të qershorit, bashkimi të djathtës. Dhe ky bashkim ka dhënë një rezultat të vogël, por është rruga e drejtë përpara që duhet të vazhdohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e përbashkimit të djathtëve dhe patriotëve në mënyrë që të bëhemi parti e parë në Kosovë. Natyrisht që do të merr shumë kohë, natyrisht që ky proces nuk ka qenë i lehtë për LDK-n, por jam i bindur që nga sot e tutje LDK hyn në një fazë të re dhe hyn në një fazë të re të zhvillimit të saj. Por po e përmendi edhe një herë, nuk ka revansh në LDK dhe nuk do të ketë revansh. Faleminderit shumë, nuk e dim se do të mund ta kem. Faleminderit shumë, Tahiri, nuk e dim se do të mund ta kem.